Përshëndetje gjithve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me dy shenja që do jenë më me fat deri në datën 17 qershor. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Ndërkohë, ftoj të gjithë abonentët ose më falni të gjithë dëgjuesit e këtij kanali, për të gjithë ata që nuk kanë bërë abonimin akoma, ju ftoj të bëni subscribe në këtë kanal për të marrë gjitha videot. Dhe dy shenjat që do jenë me fat dhe do kenë universi do jetë në anën e tyre më të ndritshme, sepse është një periudhë astrologjike jashtëzakonisht e favorshme për tërheqjen e pasurisë, të suksesit, të njohjeve, do kenë suksesi do t'ju jepet shumë shpejt, nuk do t'ju jepet shumë shpejt, por do ta pushtoni. Do arrini duke punuar që ta arrini këtë sukses, ta arrini bollëk dhe prosperitet. Dhe shenjat e horoskopit janë shenja e gafores. Gaforia nuk duhet shikoni pas në të kaluarën tuaj emocionale, por të rifitoni forcën tuaj për të ndërtuar nga brenda dhe nga jashtë gjithçka që ju dëshironi. Gjithsesi, ju keni arritur të punoni shumë, edhe nëse keni marrë atë që dëshironi, përsëri tek ju diçka mungon brenda vetes. Ju e ndjeni këtë, sepse nuk keni kërkuar duar trokitje nga të tjerët ose për të kultivuar ato vlerat tuaja. Dhe Marsi në retrograd ju çliron nga aspektet e vjetra ose nga një lloj personaliteti i vjetër që kishit ndoshta që kërkonit miratimin e njerëzve të tjerë. Gjithsesi, është një periudhë që ju jo vetëm që do fitoni respekt, do gjeni partnerin e duhur, do hidhni themele të forta gjatë kësaj periudhe, por do jeni dhe më të përmbushur, si nga ana materiale, por dhe shpirtërore. Dhe vlerat tuaja do qëndrojnë në punë ku ju do merrni atë titullin për arritjet që do keni, si në lidhje me punën, por dhe marrëdhëniet tuaja. Do keni bollëk dhe do jetë bollëku që ju vërtet dëshironi, do keni sukses gjatë kësaj periudhe dhe është një sukses që e meritoni dhe do arrini në një ndjenjë ngopjeje. Dhe shenja tjetër është shenja e akrepit. Ju lutem gjithve vazhdoni ta shikoni videon deri në fund sepse do flasim dhe për disa shenja që do kenë ndryshime të mëdha gjatë muajit maj. Shenja e akrepit, ju do keni mundësi, do keni fat edhe bollëk deri në datën 17 qershor. Vitin e kaluar ju keni ëndruar për të filluar një sipërmarrje, një punë ose për të pasur disa ide, keni mësuar të drejtoni zemrën tuaj dhe në këtë periudhë do ndjeni shumë të sigurt, por dhe të gatshëm për të ndërmarrë veprime. Ju do ndiqni dëshirat tuaja, por si të ishin ato në të tashmen. Mos u habisni dhe mos u befasoni kur ju të ndjeni që do jeni shumë të vendosur në lidhje me gjërat që ju dëshironi. Ju mund të jeni një burim frymëzimi edhe për të tjerët, për të ndjekur ëndrat e tyre dhe do përjetoni një bollëk të fuqishëm që do t'ju ofrohet gjatë kësaj periudhe. Do përqendroheni te qëllimet tuaja, gjithsesi këto gjëra do arrin me përpjekje, nuk është se do arrin lehtë, por ju do pasqyroni edhe flakën që digjet në shpirtin tuaj gjatë kësaj periudhe. Është një periudhë që do t'ju fuqizoj, do keni guxim për të kapërcyer frikrat tuaj, kuriozitetet, për të eksploruar shtigje të reja dhe do keni pasion ku çdo gjë, pasion në qëllimet tuaja, ku çdo gjë ju do ta bëni me pasion. Por do bëni dhe lëvizjet e duhura. Do ndiqni suksesin, por mos harroni se kuptimi i vërtet është personal, përcaktohet vetëm nga ju dhe vlerat dhe qëllimet tuaja. Nëse vërtet i keni këto vlera dhe qëllime, atëherë vazhdoni. Kjo përcakton përparimin tuaj. Dhe unë do vazhdoj edhe në lidhje me disa shenja të horoskopit që gjatë muajit maj do kenë një ndryshim shumë të madh. Do flas shpejt me pak fjalë edhe për ato.
Do flasim dhe në lidhje me shenjat që i presin ndryshime të mëdha, sepse kjo periudhë e fundit të pranverës do sjelli zhvillime të reja profesionale por dhe personale për 5 shenjat e horoskopit. Dhe cilat do jenë këto? Kemi shenjën e binjakëve. Shenja e binjakëve është një periudhë ku ju do bëni ndryshime ose do keni ndryshime të rëndësishme, por mund të jenë ndryshime të papritura. Që mund të jenë situata përmbysjeje. Nga ana tjetër, ju keni Jupiterin që lëviz në shenjën tuaj deri në 10 qershor, kështu që ju do keni mundësi në lidhje me zhvillimin tuaj, me rritjen personale, por gjithsesi do ndikojnë më së tepërmi të lindurit datën 21 dhe 23 të majit. Dhe do keni ndikime, domethënë që do të përballohen në mënyrë efektive të gjitha këto situata që do keni, por këto vinë për të ndryshuar gjithçka në jetën tuaj. Dhe shenja e dytë është shenja e Virgjëreshës. Shenja e Virgjëreshës edhe ju do keni duhet të forconi veten, të jeni në epiqendër të ndryshimeve të muajit maj, sepse edhe ju do keni sqarime të rëndësishme në marrëdhëniet personale, por dhe në marrëdhëniet profesionale. Dhe këtu do preken më shumë të lindurit datën 24 dhe 26 gusht. Ju do ndjeni më fort që ju do harini të ripërcaktoni atë pozicionin tuaj në situatat kaluara që ju kanë rënduar deri tani. Dhe këtu flasim situatat të ndryshme, mund të jenë në njohje, në lidhje, në marrëdhënie, te vendi punës, nga ana ekonomike, me fëmijën tuaj, mund t'i merrni si të doni. Dhe kemi shenjën e Shijetarit. Ju të shenjës së Shijetarit do vini në qendër të vëmendjes jetën tuaj gjatë muajit maj. Dëshira juaj është për liri dhe aventura gjatë këtij muaji dhe do jeni shumë intensiv. Dhe kjo do t'ju shtyjë që të lini pas marrëdhënie dhe situata që ju kanë mbajtur të kufizuar. Të gjithë ju që i përkisni kësaj shenje, por gjithsesi më të ndikuar do jenë të datës 23 dhe 25 nëntor, që do preken më shumë nga sfidat dhe mundësitë për të rinovuar dhe për të ecur përpara, në qoftë se vinë për mirë, që ju të ecni përpara. Dhe shenja tjetër është shenja ujorit. Ju rrezikoni për diçka që mendoni që është e rëndësishme dhe mund të jetë një fillim i ri, kryesisht në çështje që lidhen me stabilitetin, me sigurinë, me hapësirën tuaj personale. Gjithsesi është një periudhë ku ju do prisni që gjërat të vinë lehtë. Jeni gjatë kësaj periudhe jeni të thirrur që të hiqni dorë nga modelet e situatat e brendshme që ju kanë mbajtur mbrapa për të futur diçka të re. Dhe vazhdojmë me shenjën tjetër, që është shenja e Peshqve. Shenja e Peshqve, ju gjatë muajit maj do jeni të detyruar të përballeni me realitetin. Kjo do ndodh për të kapërcyer ato frikrat tuaja, për të gjetur forcën tuaj, për të mbrojtur ëndrat tuaja. Dhe gjithë ju që i përkisni kësaj shenje, por më të prekur, do jenë data 20 dhe 22 shkurt. Ju do përgatiteni për të përjetuar ndryshime të mëdha gjatë muajit maj. Por duhet të pranoni dhe gjërat që nuk janë gjithmonë ashtu si ju imagjinoni. E rëndësishme është që është një muaj ndryshimesh të mëdha për këto shenja. Gjithsesi, kjo ishte për gjithë ju, edhe shenjat e tjera normale që do kenë ndryshime. Gjatë muajit maj është një maj që do kenë ndryshime për t'i çuar gjërat para për më mirë, por këto janë më të ndikuara se shenjat e tjera. Gjithsesi, kjo ishte për ju, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës. Dëgjim të këndshëm.